obligohem që të ndërpres seancën, sepse s'ka kvorum. Jo një e as dy, por edhe pas 12 tentativave, Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të konstituohet, vendi po hyn në muajin e dytë të bllokadës institucionale. Për herën e katërt, propozimi i partisë fituese të zgjedhjeve vetëvendosjes për votim të fshehtë nuk kaloi, por megjithatë nga kjo parti nuk tërhiqen. Kërkojnë me çdo kusht që Albulena Haxhiu të marrë drejtimin e kuvendit. Tentativa e kryeministrit në detyrë Albin Kurti për të zhbllokuar situatën me një marrëveshje me LDK-n dështoi pasi kjo e fundit i tha jo këtij propozimi. E kam vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me zotrin Kurti. LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi me të gjitha partitë për nisjen e një qeverie nacionale të tranzicionit. Rregullorja e kuvendit nuk përcakton një numër maksimal për tentativat e zgjedhjes së kryetarit. Dështimet mund të vazhdojnë pafundësisht nëse nuk gjendet një kompromis politik mes partive. Ekspertët kërkojnë ndërhyrjen e gjykatës kushtetuese për të sqaruar rrugën ligjore dhe zgjidhja tani mund të vijë vetëm nga interpretimi kushtetues, por nuk përjashtojnë edhe zgjedhjet e reja si mundësi reale për zgjidhje dhe zhbllokim të ngërçit. Pa kryetar kuvendi, pa një qeveri të re, kriza politike në Kosovë po thellohet, zgjidhja e kësaj situata ndoshta do të ndodhë, por të paktën nuk duket afër.